dua të ndaj disa nga përjetimet e mia, edhe pse ne vendosëm bashkë që unë nuk do ta merrja dozën e plot, mund të them që ishte një rrugtim shumë transformues. Ndoshta nuk kam përjetuar të njëjtat gjëra si pjesëtarët e tjerë të grupit, me vizione, me kontakt, me mëmën ayahuasca, por kam pasur shumë ndjesi. Është normale kjo që kam përjetuar unë? Po, është normale dhe kjo, si thosh, njësi është energji. Po ti je këtu kjo rreth, është e pamundur që mos ta komunikosh me energjinë e ceremonisë. Më ka mrekulluar fakti që të gjithë jemi ndjerë njësoj, jemi ndjerë të shkrirë, jemi ndjerë të bashkuar. Është kjo energjia që sjell vetë ceremonia ayahuascës, bima ayahuascës? Ndodh në të gjitha ceremonitë ky bashkim, kjo shkrirje e grupit? Absolutisht. Ndodh, edhe kjo energjia ka një emër quhet dashni. E kemi ndjerë, kemi shpërndar shumë dashuri dhe shumë përqafime në këto ditë me grupin, edhe ka qenë një dashni që unë personalisht në jetën time toksore 40 e ca vjeçare nuk e kam përjetuar. Ti po e thu tashti, unë e kam thonë para një 18 vjetëve, po e njëjta eksperiencë. Ka diçka më shumë se sa kjo botë. Ka diçka më shumë sa ne shohim me këto dy sy. Të vim këtu e të hapim syrin e zemrës edhe të shohim përtej formës. Ka qenë një udhtim shumë i bukur, një udhtim i jashtëzakonshëm. Kjo është një eksperiencë që unë ndaj nga vetja. Ndjem pak e keqardhur që nuk e kam përjetuar deri në fund ayahuascën. Nuk e di kur mund të vi momenti që unë apo pjesëmarrësit e tjerë të kenë një kohë të dytë, pra a ka një rregull se ku mund ta përsërisin ceremoninë? Këto janë ceremoni intense. Ka shumë informacion që vjen nga kjo ceremoni, merr goxha kohë që shpalosen dhe prapë nuk shpalosen të gjitha. Disa njerëz, si thosh, janë më të predispozuar që të udhtojnë më shpesh. Mund ta bëjnë edhe 2 herë muaj. Disa marrin atë kohën e dur, për të reflektuar nga këto eksperiencë që ne kemi, mbase e bëjnë edhe 1 herë në 3 muaj, 1 herë në 2 muaj. Ata që ishin në ceremoni dhe ju do merrni njëjtin mesazh, njëjtën njësi. Tu kemi ardhur me u bë një, me të vetën dashni, me Zotin edhe Perëndin. Edhe është rrugtimi me që është hera parë që ke filluar që nuk do mbaroj as në këtë jetë. Nuk do mbaroj në këtë jetë. Po sa jetë më duan? Pafundsi. Është kjo një gjë e bukur apo duhet më friksoj? Qofse ma bë pyetjen si njeri, duhet të friksoj. Qofse ma bë pyetjen si shpirt, duhet gëzoj. Si ishte përvoja jote me ne në këtë ceremoni, me grupin? Fantastike, ashtu si unë e meritoj si shaman shqiptar dhe nga gjithë këto pjesëmarrësit që janë shqiptar, jam nuk di si ta vejmë fjalë me fjalë nga pranimi që më keni bë, nga respekti, nga guximi, nga kjo energji kaq e bukur që jemi kryer këtu. Është një ndjesë që unë nuk do ta harroj asnjëherë, se kam marrë për të parë vendin tim edhe kam pas një pritje përtej pritshmërive. Po unë si asistentja jote, e kam bërë detyrën ashtu si duhet? E ke bërë edhe shumë më tepër se sa pritja, agese e ke lindur. Shërbimi ka qenë në një nivel shumë të lartë, shumë e gatshëm për shërby, e për ullur mbi të gjitha. Edhe për mua ky është një vend deri, se vetëm 2 shërbëtor ka ceremonia, shamanin edhe ata që ulen. Ka qenë kraudjati im edhe thellësisht nga zemra të përgëzoj. Dhe mua nga zemra më ka ardhur e gjithë ndjesia dhe gjithçka sa kam dhënë për grupin. Unë të falenderoj ty dhe dua ta mbyll këtë bisedë me një përqafim, sepse ne kemi shkëmbyer shumë përqafime gjatë këtyre ditëve. Të falenderoj dhe t'jam mirënjohur. Gjithashtu falenderoj.